Funksionalizimi i qendrave komunale të numërimit është mjaft kompleks, duke pasur parasysh qindra aktivitetet të cilat duhet të zhvillohen këtu para se të bëhet gati një qendër komunale për të filluar procesin e numërimit të votave. Pasi të përfundojnë ankesat eventuale dhe vendosja për to në PZP dhe në Gjykatën Supreme është planifikuar të bëhet deri më datë 18 mars. Natyrisht se ne po punojmë që shpallja e rezultateve përfundimtare të bëhet edhe më shpejt.
Nga njerëzit e autorizuar të LDK-s nuk ka pasur asnjë kontakt me asnjërin prej partive politike në nivel të komunikimit zyrtar. Kemi pas komunikim të urimeve pas zgjedhore që janë normale, por jo komunikim zyrtar të diskutimeve për qeverisjen e ardhshme. LDK-ja ka të qartë pozicionin e vet politik karshi lëvizjes vendosje. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta. Pra ky është pozicioni i qartë i LDK-s paraelektoral dhe si i tillë mbetet edhe sot dhe si të tillë e kam respektuar për këto 30 ditë dhe do ta respektojmë në ditët në vijim. Po ashtu, qëndrimin elektoral e paraelektoral preliminare për subjektet politike na kanë detyruar që të shtojmë kontrollin e aktiviteteve edhe në qendra komunale të numërimit gjatë numërimit të votave të kandidatëve për deputet. Bazuar në rezultatet finale, 40 deputet të legjislaturës së kaluar, pa përfshirë pakicat, do të mbesin jashtë kuvendit. 18 deputet të vetëvendosjes nuk do t'jenë pjesë e legjislaturës së re. Adnan Rustemi, Gani Krasniqi, Gramos Agusholli, Agon Batusha, Ardian Gola, Luan Aliu, Alban Bajrami, Niazi Isaku, Vendenis Lahu, Nasuf Bejta, Shqipe Isufi, Enver Dugolli, Mirsat Shkreta, Mirlinda Tishukaj, Milazim Salihaj, Enver Haliti, Hidayet Hyseni dhe Jetmire Vrenezi. Në PDK nuk arritën të rifitojnë mandate 8 deputet.
Bekem Haxhiu, Hajdar Beqa, Gjabet Haliti, Floret Zejnullahu, Hisem Berisha, Isak Shabani dhe Ardian Kastrati. E jashtë kuvendit do të jenë edhe 6 ligjvënës të LDK-s. Shefi i grupit parlamentar Arben Gashi, si dhe deputetët Driton Selmanaj, Valentina Bunjaku, Vlora Dumoshi, Rezarta Krasniqi e Drita Millaku. Pjesë e kuvendit nuk do t'jenë shumica e deputetëve të AK-s përfshirë 5, të cilët shërbyen në legjislaturën që u përmbëll. Kryetari i grupit parlamentar Besnik Tahiri si dhe kolegët e tij, Pale Lekaj, Shemsedin Drejshaj, Albana Bityqi. Nga kjo listë nuk siguroi mandat as Haki Abazi që pati braktisur vetëvendosjen dhe ishte bashkuar AK-s. Ndërkaq mandatet i kanë humbur edhe 3 deputetët që nuk e kaluan pragun zgjedhor me koalicionin për familjen: Eman Rahmani, Disar Korenica e Begjet Pacolli. E në legjislaturën e re, 31 deputet do të marrin mandate për herë të parë. Rezultati certifikuar nuk dallon nga përfundimtari, ndonse për të u bën 3 ankesa në Gjykatën Supreme. Ankesat u bën në pretendimin për keqpërdorime gjatë procesit zgjedhor. Lëvizja vetëvendosje panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i kërkoi anulimin e mbi 18.000 votave të LDK-s e përsëritjen e votimit me post. Te votimi me post, shifet domethënë disa kandidatë që kanë qenë shumë poshtë në listë dalin ndër të parë. Hysen Qekaj prej numrit 26 deli pari. Kandidati i dytë më i votuar në Kosovë, për LDK-n. Ndërsa pas kërkesës tonë për përfshirjen e votave me probleme teknike, ku ato shifen qartë që flet votimet janë kënd të shtypura në kushte të shtëpisë, krahasim me këto tjera që janë shtyp në mënyrë me inxhinierik, domethënë në mënyrë të të nëntëshkurtit. Por kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj e ka lënë të hapur mundësinë për t'u bashkuar Kurtit në qeveri. Mandate siguruan 3 kandidatë të nismës që garuan në koalicionin parazgjedhor me AK-n. E ka deputet që i përkasin komuniteteve jo serbe që janë deklaruar se nuk do të bënin koalicion me 3 partitë opozitare në rast të përpjekjes për ta lënë vetëvendosjen në opozit. Albert Krasniqi, që aktualisht mban detyrën e ministrit të administrimit të pushtetit lokal, ka shprehur bindjen se njëjtë do të veprojnë edhe partnerët e tjerë në koalicionin që qeverisi për 4 vjet. Unë mund të flas vetëm për veten, po nga diskutimet që i kam edhe me kolegët e tjerë që janë edhe në qeveri, partner të kësaj qeverisë Kurti 2, vullneti i gjithë atyre është që të jenë pjesë e qeverisë Kurti 3. Besoj fuqishëm që të gjithë kolegët e mi nga komunitetet pakisë në Kosovë, që kanë fituar një ulse në Kuvendin e Republikës Kosovës, tashmë janë të bindur se politika e kurrëzimeve nuk funksionon edhe partneriteti zhvillohet në besimin